Prezenca e USB-s në Shqipëri dhe Universiteti i Gjirokastrës kanë arritur në një marrëveshje shumë të rëndësishme që është ngritja e një qendre kërkimore shkencore për ambientin. Për rektorin Jaho Cana, kjo qendër do të jetë ndihmës shumë e madhe për gjithë komunitetin ku jetojmë, por edhe për t'u ardhur në ndihmë politikave të zhvillimit ekonomik të gjitha bashkive të qarkut jugor. Kjo qendër kërkimore shkencore do të ngrihet në bashkëpunim me këtë organizat ku do të ketë një komitet koordinues, ku do të ketë përfaqësues në 2 palët dhe do të jetë dhe një koordinator. Objekt i kësaj qendre kërkimore do të jetë kryesisht ruajtja e ambientit, pa prishur shkallën e zhvillimit ekonomik e shoqëror të gjithë qarkut të Gjirokastrës dhe veçanërisht të pellgut të lumit Vjosa. Kur flasim për mjedisin, natyrisht kjo është një fjalë mjaft e gjerë e cila përfshin ruajtjen e këtij ambienti, por mbi të gjitha duke njohur të gjithë elementët mellësi përbërës të këtij mjedisi në cilit ne jetojmë. Do të jetë e para e llojit të vet në Shqipëri dhe do të përfshihet të gjithë stafi akademik i Universitetit të Gjirokastrës. Do të jetë një ndihmë shumë e madhe për të gjithë komunitetin në cilin ne jetojmë dhe mbi të gjitha për të ardhur në ndihmë politikave të zhvillimit ekonomik të gjithë bashkive të qarkut tonë. Pra, në thelb kjo qendër kërkimore dhe shkencore do të jetë një arritje shumë e madhe dhe do të jetë e para e cila ndërtohet në vendin tonë dhe do të jetë një model shumë i rëndësishëm për të ushtrirë pastaj edhe më gjerë, jo vetëm në rajonin e Gjirokastrës. Unë shpresoj dhe besoj fort se serioziteti i 2 palëve për këtë ngritjen e kësaj qendre do të ndikojë së tepërmi në arritjen e një produkti shumë të rëndësishëm. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt rritjes së rolit të Universitetit të Gjirokastrës si kontribues aktiv në zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit.